Me rastin e muajit të madhërueshëm të Ramazanit, deputeti Mark Froku në respekt të agjëruesve të këtij muaji në qytetin e Pukës shtroi një iftar ku bashkë me agjëruesit provuan ndjesinë që të jep sofra e iftarit edhe drejtuesit e institucioneve të rrethit të Pukës. Pjesë e këtij iftari ishte edhe famulitari i Pukës Dom Giovanni Fioki. Me këtë rast myftiu i Pukës Gëzim Kopani, teksa u ndal tek vlerat e agjerimit për besimtarët, ka falenderuar dhe deputetin Froku për nismën, ashtu siç ka apeluar që të punojë sa të jetë e mundur për Pukën e pukianët. Ndërsa vetë deputeti Froku ka falenderuar të pranishmit për respektin që i bën duke garantuar përkushtim në shërbim të Pukës dhe pukianëve. Për respektin që ju më jepni, unë gjithmonë të ta kthej në punë edhe në përkushtim për këtë vend. Në këtë muaj të madhërueshëm të Ramazanit, unë ju uroj agjërim të marrë edhe të lehtë, edhe mbarësi në familjet tuaja, në punën tuaj, në jetën tuaj. Ju falenderoj gjithëve sonë që erdhët, më respektuat mua, edhe i herë gëzuar të gjithëve. Unë në emër të myftinisë, por edhe të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, e falenderoj deputetin për këtë respekt dhe për këtë iftar, dhe duke shpresuar, duke i bërë thirrje edhe deputetit që rrethin e Pukës ta shikojnë ashtu siç po edhe shikojnë, me disa aktivitete dhe minimente siç është dëshira e tij, pasioni i tij për nxitjen e turizmit në rrethin e Pukës. Shikohen disa gjëra dhe të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme për rrethin tonë. Falenderoj edhe deputeti Mark Froku, edhe myftiu Gëzimin që bashkë sote ma kanë shoqëruar dhe jena shoqëruar në këtë rasti i bukur dhe ja uroj të gjithë besimtarëve muslimane në këto ditë të fundit të muajit të Ramazanit që ta vazhdojnë pa ndërprerje një ecurinë që nëpërmjet agjerimit ndihmon çdo njeriu ta zbulojë vlerat më të thella që ka në zemrën dhe në shpirtin e vet. Në pritje që t'i urojmë së bashku edhe festën e Bajramit. Këtë vit në rrethin e Pukës është bërë traditë shtrimi i iftareve nga autoritetet vendore, duke treguar respekt për agjëruesit e muajit të madhërueshëm të Ramazanit, të cilët iftarët e përbashkëta i kanë pasur dhe si momente bashkimi ku janë lëshuar mesazhet e bashkëjetesës së harmonisë fetare.